pse i duhet Albin Kurti dhe presidenti? Aja ka shumicën që e ka marrë tashmë, unë nuk e kuptoj pse duhet ta ketë edhe presidentin, kur ndërkohë mund të lesh një president i cili mund të jetë gjithë përfshirës ose po themi më shumë kortezial. Pse po duhet edhe të marrë edhe presidentin? Këtë s'po e kuptoj. Absolutisht, ajo shumë e drejtë që po thoni ju, po tash unë nuk e di edhe thash nuk ka shpjegim logjik edhe racional që dikush që ka fitu 51 plus të votës elektorale, dikush që ka nën kontroll një qeveri tonë, I ka në kontroll gjitha, nuk e di shpoj duhet e kuvendit. Domethënë e ka pushtetin legjislativ, e ka pushtetin ekzekutiv, çaj duhet edhe presidenca, kjo është pyetja. Po në cilën unë nuk kam përgjigje kuptimi racional fjalës. Ju e that, një nga përgjigjet mund të jetë ajo që ju e that Kashi Zonjës Osmani për shembull, ose Kashi një figure tjetër që përsëri Zoti Kurti do ndihej si po ja ofron atë hijen që ju e cekt më herët. Po përkundër krejt asaj, thash domethënë fisnikëria edhe urtësia e një burgshetasi një mend, nuk e ka problem individualitetin, nuk e ka problem personalitetin, e ka problem shtetin, domethënë interesin shtetënor, dhe kur interesi shtetënor të vendos nën hije, të je i lumtur me hije. Nëse i qëndron mbrapa interesit shtetënor, nëse ki agent tjetër, atë normalisht të pengon hija, dhe jo vetëm hija, po edhe prezenca tjetër kujt ndoshta që eventualisht pas një kohe mund ta sjell po atë hije që e thatë ju sot shumë bukur.